Një fëmijë i rrethuar nga luksi ndihet i padukshëm brenda shtëpisë së vet, ndërsa të gjithë i shpërfillin kërkesat e tij të heshtura. Një grua e papritur ja dëgjon zemrën. Dhe ajo që nis me kapaqe e karton, shndërrohet në mësimin më të madh të dashurisë që ajo familje ka marrë ndonjëherë. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani, le të vazhdojmë. Artan Gashi gjithmonë kishte besuar se suksesi matej me arritje të dukshme. Në moshën 38 vjeçare, ai drejtonte një perandori imobiliare në Tiranë që i bënte konkurrentët të dridheshin vetëm kur dëgjonin mbiemrin e tij. Apartamente luksoze në zonën e bllokut, ndërmarrje tregtare në qendrën e biznesit të Tiranës, investime që shumë fishoheshin si me magji në llogaritë bankare. Gjithçka funksiononte me saktësinë e një ore zvicerane, gjithçka ishte nën kontroll, gjithçka dukej perfekte. Vila madhështore në Lundër ishte portreti i kësaj përsosmërie, 3 kate me mermer italian, kopshte që dukeshin si të dala nga revistat, pishin me pamje pafund, garazh me 5 makina të huaja dhe një staf punonjësisht të trajnuar për të mbajtur çdo detaj pa të meta. Ishte ai lloj vendi ku edhe heshtja kishte një çmim. Por kishte një lloj heshtjeje që asnjë sasi parash në botë nuk mund ta blinte apo ta largonte. Ishte heshtja që ekzistonte mes tij dhe së bijës. Elena ishte 5 vjeç, me flokë gështenjë që i binin në kaçurela rebele mbi supe, sy të mëdhenj që dukeshin sikur kërkonin gjithmonë diçka, dhe një buzëqeshje që Artani e shite gjithnjë e më rrallë. Ai e dinte këtë, në një cep të fshehur të ndërgjegjes që preferonte ta injoronte. E dinte që vajza vraponte ta përqafonte kur ai kthehej në shtëpi, por përqafimi zgjaste vetëm pak sekonda para se ai të tërhiqej, duke u justifikuar me lodhjen, mbledhjen e nesër me herët në mëngjes, apo letrat që duhej të rishikonte. E dinte që ajo e pyeste nëse do të hante darkë me të, dhe që përgjigja ishte pothuajse gjithmonë jo. E dinte që në fundjavë, kur i premtonte se do ta çonte në park, gjithmonë dilte diçka, ndonjë problem që vetëm ai mund ta zgjidhte, ndonjë klient i rëndësishëm që nuk mund të priste. Artani e kishte mësuar shumë herët se bota nuk i falte dobësi. I rritur nga një baba ushtarak që e konsideronte përqafimin si gjë grash dhe të qarët si gjë dështakësh, ai u rrit duke besuar se dashuria ishte sinonim i sigurimit të jetesës. Ti jepje më të mirën, ta mbroje, ti garantoje të ardhmen. Ndjenjat ishin luks i rrezikshëm, shpërqendrime që të hiqnin nga fokusi. Kur gruaja e tij u largua, duke marrë me vete vetëm një valixhe dhe duke lënë një letër që ai kur nuk pati guxim ta lexonte deri në fund, Artani e gjeti veten vetëm me një foshnjë 1 vjeçare në krah dhe një siguri të patundur. Ai do t'i jepte Elenës gjithçka që parat mund të blinin, gjithçka që ai kur nuk e kishte pasur. Shkollë private 2 gjuhëshe, kurse baleti, noti, anglishteje, mësues privat, rroba firmato, lodra të importuara. Vajza nuk do të kishte për çfarë të ankojë. Ajo do të kishte privilegje që 99% e fëmijëve shqiptar as nuk i ëndërronin. Ajo që ai nuk e kuptonte, ose nuk donte ta kuptonte, ishte se Elena nuk kërkonte rroba të shtrenjta. Ajo kërkonte që ai të qëndronte edhe 5 minuta më shumë për të dëgjuar për vizatimin që kishte bërë në kopsht. Ajo nuk kërkonte lodra të importuara. Ajo kërkonte që ai të luante me të kukafshehtas në kopshtin e madh që dukej si një shkretëtir kur je vetëm. Ajo nuk kërkonte mësues privat. Ajo kërkonte që ai t'i mësonte diçka, çfarëdo qoftë, vetëm që të ndiheshin bashkë. Por Artani nuk e kuptonte këtë gjuhë. Dhe shtëpia, megjithse plot me njerëz, ishte një vend ku secili jetonte në ishullin e vet. Ornela Dadoja ishte një grua rreth të 40-ve, me flokë gjithmonë të mbledhur në një topuz të shtrënguar, me uniformë pa asnjë rrullë, por me një buzëqeshje që kur nuk i arrinte në sy. Ajo kujdesej për rutinën e Elenës me një efikasitet mekanik, zgjimi në orar, ngrënia e mëngjesit, përgatitja e çantës, çuarja në kopsht, marrja, mbikëqyrja e detyrave, larja, vënia në gjumë. Gjithçka në rregull, gjithçka e dokumentuar, gjithçka e raportuar të shefi me mesazhe të shkurtra dhe objektive. Por nuk kishte ngrohtësi në të. Nuk kishte lidhje. Elena i bindej Ornelës jo nga dashuria apo besimi, por nga frika se mos qortohej, frika se mos shkaktonte probleme, frika se mos dëgjonte atë zë të ftohtë që thoshte se fëmijët e llastuar ishin një dëm që prindërit e pasur u bënin fëmijëve të tyre. Duke qarkulluar nëpër shtëpi si një hije elegante ishte Elira, asistentja personale e Artanit, ose të paktën kështu i pëlqente asaj të quhej.
Në të vërtetë, Elira filloi si sekretare, pastaj u bë organizatore eventesh, pastaj këshilltare imazhi dhe dalëngadalë filloi të zinte hapësira që nuk i takonin. Brune, me flokë të gjatë të drejtuar, thonë gjithmonë të bërë, rroba të ngushta por brenda kufirit të pranueshëm për një ambient pune, ajo kishte dhuntin t'i bënte njerëzit të besonin se ishin të veçanë. Me Artanin, ajo përdorte një përzierje admirimi profesional dhe intimiteti të matur, gjithmonë duke i lavdëruar vendimet e tij, gjithmonë duke rënë dakord me opinionet e tij, gjithmonë duke u shfaqur në momentet e duhura me zgjidhje të gatshme. Ajo qarkullonte në përvil sikur të ishte pjesë e familjes, jepte mendime për arredimin, sugjeronte ndërimin e punonjësve, komentonte për edukimin e Elenës me një ton sikur e dinte se çfarë po fliste. Dhe Artani, i lodhur duke menduar për gjithçka vetëm, e lejonte. Dhe ishte Lulieta. 52 vjeç, me lëkurë të shenjuar nga dielli dhe koha, duar të kallojzuara nga fërkimi i tepërt, me shpinën që i dhimbte në fund të ditës, por me sy që shkëlqenin me një dritë që as vrazhdësia e jetës nuk kishte arritur ta shuante. Lulieta ishte pastruesja, punonjësja që vinte në 6 të mëngjesit dhe ikte në 3 të pasdites, ajo që pastronte banjat, lante dyshemet e mermerta, hiqte pluhurin nga mobiljet e shtrenjta, lante rrobat dhe organizonte sirtarët. Ajo ishte e padukshme. Artani mezi ja mbante mend emrin, e thëriste zonjë kur i duhej t'i kërkonte diçka. Ornela e trajtonte me një indiferencë të sjellshme. Elira as nuk e shikonte në fytyrë, sikur pastruesja të ishte pjesë e mobiljeve. Për të gjithë në atë shtëpi, Lulieta ishte thjesht një shërbim tjetër i paguar, një ingranazh tjetër i nevojshëm në funksionimin e atij vendi. Por për Elenën, Lulieta ishte ndryshe. Vajza e vogël vinte re gjëra që të rriturit nuk i shohin. Vinte re që kur Lulieta i rregullonte dhomën, e bënte me kujdes, sikur çdo lodër të ishte e rëndësishme. Vinte re që kur përplasej me pastruesen nëpër korridore, merrte një buzëqeshje të sinqertë, nga ato që të ngrohen. Vinte re që Lulieta këndonte me zë të ulët ndërsa punonte, dhe që ndonjëherë ndalonte për të parë nga dritarja me një shprehje sikur mbarte histori. Elena filloi ta vëzhgonte. Pastaj filloi t'i fliste. Fillimisht me ndrojtje, pastaj me më shumë besim. Dhe Lulieta, e cila kishte rritur 3 vëllezër më të vegjël vetëm pasi prindërit ju desh të largoheshin, që kishte punuar që në moshën 12 vjeç, që kishte studiuar natën ndërsa pastronte shtëpi ditën, që e dinte se çdo të thoshte të vuajë nga uria dhe poshtërimi, por kur nuk e humbi ëmbëlsinë, shitet e ajo vajzë e pasur diçka që e prekte thellë, vetmin. Elena ishte vetëm në mes të gjithë atij luksi. Dhe Lulieta e njihte vetmin si askush tjetër. Prandaj, kur vajza filloi të shfaqej në lavanderi me fletoret e kopshtit, Lulieta nuk pati guxim ta përzinte. Në fillim ishte vetëm një shoqëri e heshtur, Elena e ulur në një stol të vogël ndërsa Lulieta paloste rrobat. Pastaj vajza filloi të bënte pyetje. Dhe më pas erdhën rrëfimet. Elena i tregoi se edukatorja nxehej me të në kopsht. Se shkronjat nuk kishin kuptim. Se ajo përpiqej, por nuk ja dilte dot. Se fëmijët e tjerë tashmë po lexonin, ndërsa ajo ende ngecte. Se i vinte turp. Se mendonte se ishte budallaqe. Dhe kur e tha këtë, me zërin që i dridhej dhe syt plot me lot, Lulieta ndiu një shtrëngim në zemër. Ajo e njihte atë dhimbje. Ishte e njëjta dhimbje që ndjeu kur një mësuese i tha para klasës se njerëzit e varfër gjithsesi nuk kishin të ardhme. Ishte e njëjta dhimbje që pa në sytë e vëllait të vogël kur e lanë në klasë në shkollën publike, sepse askush nuk pati durim t'i mësonte si duhet. Lulieta e dinte se inteligjenca nuk ka të bëjë me paratë, dhe se asnjë fëmijë nuk është budalla. Një fëmijë që nuk mëson është një fëmijë të cilit nuk po i mësohet në mënyrën e duhur. Dhe nëse kishte një gjë që Lulieta dinte ta bënte, ishte të mësonte me durim. E kishte mësuar nga zonja Drita, një mësuese në pension që jepte kurse falas në lagjen ku ishte rritur. Zonja Drita mësonte se të mësosh duhet të jetë kënaqësi, se shkronja është vizatim, se fjala është muzikë, se askush nuk lindi ditur, por të gjithë mund të mësojnë nëse kanë dikë që beson tek ata. Kështu filloi. Në pasditet kur shtëpia ishte bosh sepse Ornela dilte për të kryer punë dhe Artani ishte në zyrë, Lulieta improvizonte. Përdorte tapa shishesh me ngjyra, karton të prerë, vizatime, këngë. E bënte Elenën të prekte, të ndjente, të përsëriste pa presion. Kur vajza gabonte, Lulieta buzëqeshte dhe i thoshte se gabimi është pjesë e procesit, se gjithçka është në rregull, se ajo do t'ia dilte. Dhe diçka e jashtëzakonshme ndodhi,
Elenës filloi t'i pëlqente të mësonte. Frika ja la vendin kuriozitetit. Lotët ja lan vendin shkëlqimit në sy. Javë pas jave, vajza po përparonte. Por gjithçka ishte sekret. Elena i kërkoi Lulietës të mos i tregonte askujt, veçanërisht babait të saj. Sepse thellë, vajza kishte frikë ta zhgënjente, frikë se nëse babai zbulonte se ajo kishte vështirësi, ai do të ikte gjithashtu, ashtu siç iku mamaja. Dhe ndërsa kjo ndodhte në prapaskenat e vilës, Artani vazhdonte në pilot automatik. Mbledhje, kontrata, udhëtime të shpejta në Durrës apo Vlorë, darka biznesi, evente sociale ku duhej të shfaqej. Ai paguante gjithçka, firmoste gjithçka, miratonte gjithçka, por nuk shite asgjë. Nuk i shite njoftimet nga kopshti që Ornela i fshite në fund të çantës sepse Elira thoshte se kurset shtesë ishin për të varfrit dhe njollosnin imazhin. Nuk e shite shikimin gjithnjë e më të shuar të Elenës kur ai arrinte dhe shkonte direkt në zyrë. Nuk e shite që e bia po mësonte të buzëqeshte gënjeshtër, të thoshte se gjithçka ishte mirë kur nuk ishte, të gëlltiste trishtimin për të mos hapur telashe. Derisa një pasdite të martë, gjithçka ndryshoi. Artanit ju anulua një mbledhje në momentin e fundit. Klienti hoqi dorë nga marrëveshja me një mesazh, diçka e rrallë, diçka që e irritoi thellësisht. Ai vendosi të kthehej në shtëpi më herët, gjë që nuk e bënte prej muajsh. Ishte ora 4:30 e pasdites kur makina parkoi në garazh. Shtëpia ishte tepër e heshtur, ose të paktën kështu mendoi ai derisa hapi derën e dhomës së ndenjes. Ajo që pa e la plotësisht të paralizuar, sikur të kishte marrë një grusht në stomak. Dhoma, gjithmonë pa asnjë tëmet, ishte transformuar. Fletore të shpërndara në dyshemen e mermet, libra të vjetër të hapur, copa kartoni të prera në formë shkronjash, tapa me ngjyra që formonin rreshta, vizatime të ngjitura në mure me ngjitës. Dhe në qendër të gjithçkaje, e ulur në dysheme me këmbët e kryqëzuara, ishte Lulieta, pastruesja, me uniformën pak të zhubrosur dhe flokët të kapur kuturu. Pranë saj, Elena, ende me uniformën e kopshtit, me çorapen e rënë deri te kyçi i këmbës, atlete të pasgjidhura, por me një shprehje në fytyrë që Artani nuk e kishte parë prej shumë kohësh, përqendrim i plot, përfshirje e vërtetë, sy që shkëlqenin nga zbulimi. Vajza po përpiqej të formonte një fjalë me tapa. Lulieta mbante një fletore të vjetër, tregonte një shkronjë, e bënte Elenën të përsëriste tingullin, e inkurajonte me atë buzëqeshje që i vinte nga brenda. Dhe kur Elena e gjeti, duke bashkuar tapat në rendin e duhur dhe duke formuar fjalën mace, ajo lëshoi një thirrje gëzimi aq të sinqert sa zemra e Artanit u shtrëngua në një mënyrë që ai nuk dinte ta emërtonte. Ishte gëzim i vërtetë. Ishte krenari për veten. Ishte jetë. Artani qëndroi në derë, i path të lëvizte. Këmbët i dukeshin si prej plumbi. Fyti ju tha. Gjoksi ju shtrëngua me një forcë dërmuese. Donte të bërtiste, por nuk e dinte nëse ishte nga zemërimi, habia apo turpi. Donte të vepronte, por nuk dinte si. Sepse aty, në atë dysheme, po ndodhte diçka që të gjitha paratë e tij nuk kishin arritur ta blinin, e bia po mësonte. Ishte e lumtur. Po shihej me të vërtetë. Dhe kush po ja mundsonte këtë nuk ishte dadoja e shtrenjtë që ai paguante prej vitesh, nuk ishin mësuesit privat që merrnin një pasuri për orë, nuk ishte as ai vetë. Ishte pastruesja. Gruaja që ai mezi e shikonte në sy. Gruaja që merrte pagën minimale dhe 2 autobusa për të ardhur aty çdo ditë. Ishte Elena ajo që e vuri re e para praninë e të atit. Ajo ngriti syt dhe në një çast gjithë ajo dritë u shua. Trupi i vogël ju mblodh, supet i ran, duart i lëshuan tapat. Ishte si të shije një lule që vyshkej me lëvizje të ngadaltë. Frika u kthye. Frika se kishte bërë diçka gabim. Frika se kishte prishur punë. Frika se babai do të nxehej. Lulieta u ngrit ngadalë, duke lëmuar uniformën me duar nervoze, duke u përgatitur për më të keqen. Ajo e njihte atë botë. E dinte se në shtëpi të tilla, punonjësi nuk edukon, punonjësi nuk përzihet, punonjësi që kalon kufit humbet punën. Dhe asaj i duhej ajo punë. Kishte fatura, kishte vëllezër që ende vareshin prej saj, kishte një jetë të tërë që varej nga ato 30.000 lekë në muaj. Artani hapi gojen për të folur, por asgjë nuk doli. Fjalët ishin bllokuar diku mes fytit dhe krenarisë së lënduar. Ai shikoi dyshemen, atë rrëmuj të organizuar, fletoret dhe vizatimet. Dhe atëherë e pa.
Në njërën prej fletoreve, të hapur në një faqe të shubrosur, kishte shenja përpjekjesh. Shkronja e përsëritur 10 herë, çdo herë më e shtrembër, çdo herë më e dobët, derisa në një rresht u shfaq një fjalë e shkruar me kaligrafin drithëruese të një fëmije, budallaqe. Elena e kishte shkruar atë. E bia e tij 5 vjeçare mendonte se ishte budallaqe. Dhe ai nuk kishte asnjë ide. Artani mori fletoren me duar që i dridheshin. Kaloi gishtat mbi fjalën sikur të prekte një plag të hapur. Ndjeu diçka të thyej brenda tij, diçka që nuk e dinte se ishte plasaritur. Shikoi Lulietën, e cila ishte me kokën ulur duke pritur qortimin, pushimin nga puna, poshtërimin. Shikoi Elenën, e cila kafshonte buzën e poshtme me sytë e përlotur, duke u përpjekur të mos qante për të mos i përkeqësuar gjërat. Dhe Artani kuptoi, për herë të parë, se nuk kuptonte asgjë. Nuk e kuptonte të bien. Nuk e kuptonte çfarë po ndodhte brenda shtëpisë së tij. Nuk e kuptonte se ndërsa ai ndërtonte perandori jashtë, po humbiste gjithçka brenda. Me zë të ngjirur, pothuajse të padëgjueshëm, ai pyeti. Luliet, çfarë po ndodh këtu? Nuk ishte një akuzë. Ishte pothuajse një thirrje për ndihmë. Dhe Lulieta, e cila priste britma por mori brishtësi, ndjeu se ndoshta kishte një shans. Mori frym thellë dhe tregoi. Tregoi se Elena kishte pasur vështirësi në kopsht. Se edukatorja ankohej, se drejtoria dërgonte njoftime, se vajza ndihej e paaftë. Tregoi se Ornela i fshihte njoftimet sepse Elira thoshte se kjo ishte shenjë e një fëmije të paedukuar dhe se shefi nuk kishte nevojë të dinte për probleme të vogla. Tregoi se Elena qante fshehur azi në dhomë, se i vinte turp, se ndihej budallaqe. Dhe tregoi se ishte vetë vajza ajo që i kërkoi ndihmë, me pëshpërima, me frikën se mos babai e zbulonte dhe zhgënjehej. Artani ndjeu se toka po i ikte nga këmbët. I zhgënjur. Elena mendonte se ai do të zhgënjehej me të sepse kishte vështirësi në të mësuar. Elena mendonte se duhej të ishte perfekte për të merituar dashuri. Elena kishte frikë prej tij. Jo frikë se mos e rrite, sepse ai kur nuk kishte vënë dorë mbi të. Por frikë se mos ishte e pamjaftueshme. Frikë se mos nuk ishte aq e mirë sa duhej. Frikë se mos e humbiste baban në të njëjtën mënyrë siç humbi maman, edhe pse nuk e kuptonte mirë pse. Ai shikoi të bien, e shikoi me të vërtetë, ndoshta për herë të parë pas shumë kohësh. Pa sytë e mëdhenj dhe të frikësuar, pa supet e tendosura, pa duart e vogla që shtrëngonin cepin e fustanit. Dhe pa gjithashtu të shpërndar në atë dy sheme të vilës së shtrenjtë, diçka që kur nuk e kishte imagjinuar se do ta gjente aty, dashuri të vërtetë. Sepse ajo që Lulieta po bënte nuk ishte punë. Askush nuk e paguan një pastruese për të dhënë mësim. Ajo ishte kujdes. Ajo ishte për kushtim. Ajo ishte dikush që shihte dhimbjen e një fëmije dhe bënte diçka për të, pa pritur asgjë në këmbim, madje duke rrezikuar të humbiste punën. Artani ul ngadalë, duke zbritur nga piedestali i padukshëm ku kishte qenë gjithmonë. U gjunjëzua në dyshemen e ftohtë të mermert, duke u bërë një gjatësie me Elenën. Vajza u mblodh edhe më shumë, duke pritur qortimin që nuk erdhi. Në vend të kësaj, me zërin e dridhur dhe sytë më në fund të sinqert, Artani pyeti. Bia ime, më mëso çfarë ke mësuar sot. Elena puliti sytë, e hutuar. Më mëso, përsëriti ai, këtë herë me një buzëqeshje të shtrembër që përpiqej të fshihte emocionin. Dua të mësoj me ty dhe ishte në atë moment, atë pasdite të martë, në dyshemen e dhomës së ndenjes së një vile në Lundër, që filloi historia e vërtet e kësaj familjeje. Sepse gjithçka që kishte ndodhur më parë ishte vetëm fasadë. Tani, jeta e vërtet po fillonte. Dhe Artani ende nuk e kishte idenë se sa sekrete, gënjeshtra dhe rreziqe fshiheshin brenda shtëpisë së tij, duke pritur të shpërthenin. Atë natë, Artani nuk arriti të flinte. Qëndroi ulur në zyrën e madhe, me pamje nga qyteti i ndriçuar, por pa parë asgjë në të vërtetë. Mbi tavolinë, të shpërndara si provat e një krimi të heshtur, ishin njoftimet nga kopshti që Ornela i ruante në fund të çantës. Ai kishte kërkuar t'i sillte të gjitha, secilën prej tyre, dhe Dadoja nuk kishte pasur zgjidhje tjetër veç se t'i bindej. Ishin 23 njoftime. 23 kërkesa për vëmendje, 23 paralajmërime se Elena kishte nevojë për ndihmë, 23 shanse që ai kishte humbur për të qenë i pranishëm. I pari ishte i 4 muajve më parë. Drejtoria pedagogjike kërkon takim për të diskutuar zhvillimin e nxënëses Elena Gashi.
Semestri i dytë paraqet mungesë vëmendjeje dhe vështirësi në alfabetizimin fillestar. Ju lutemi, caktoni një orar paraprakisht. 4 muaj. E bia e tij po vuante prej 4 muajsh dhe ai nuk dinte asgjë. Artani e mbajti letrën aq fort sa i rrudhosi cepat. Ndjeu diçka t'i ngjitej në fyt, diçka që ishte një përzierje zemërimi dhe turpi, diçka që i dhimbte më shumë se çdo humbje financiare që kishte pasur ndonjëherë. Ornela ishte në anën tjetër të tavolinës, në këmbë, me duart e kryqëzuara para trupit, në një pozicion mbrojtës. Ajo u përpoq të shpjegonte, tha se nuk donte ta shqetësonte shefin me gjëra të vogla, se mendonte se mund ta zgjidhte vetë, se Elira i kishte thënë se shkollat private gjithmonë i egzagjerojnë gjërat për të shitur shërbime shtesë dhe për të fituar më shumë para. Artani ngriti syt drejt saj dhe shikimi ishte aq therrës sa Ornela bëri një hap prapa. Gjëra të vogla, përsëriti ai me një qetësi të rrezikshme. Fakti që bia ime mendon se është budallaqe është gjë e vogël për ty? Ornela hapi gojen, e mbylli, nuk diti çfarë të thoshte. Artani u ngrit, i ra rrotull tavolinës, ndaloi pak centimetra larg saj. Ti je punësuar për të kujdesur për bien time. Të kujdesesh do të thotë ta mbrosh. Do të thotë të jesh e vëmendshme. Do të thotë të më njoftosh kur diçka nuk shkon. Ti dështove. Ornelës ju dridhen këmbët. U përpoq të argumentonte, tha se gjithmonë kishte bërë gjithçka si duhet, se e ndiqte rutinën me përpikëri, se vajza ishte gjithmonë e pastër, e ushqyer, në kopsht në orar. Por Artani e ndërpreu me një gest të prerë të dorës. Bia ime nuk është një qen që ka nevojë për ushqim dhe larje, tha ai, dhe çdo fjalë doli e zhytur në zhgënjim. Ajo është një fëmijë. Një fëmijë që po vuan. Dhe ti e fshehe këtë nga unë. Pse? Ornela mori frym thellë dhe aty shpërtheu. Sepse Elira tha se ju kishit mjaft probleme, se fëmijët e të pasurve nuk kanë nevojë për kurse shtesë, se këto janë ankesa koti të shkollës që do të shpik gjëra. Tha se nëse unë ju sillja këto marrëzira, do të dukej sikur nuk dija ta bëja punën time. Tha se ishte më mirë të shtiresha sikur gjithçka ishte në rregull derisa të kalonte. Artanit i hipi gjaku në kokë. Elira. Gjithmonë Elira. Asistentja që u shfaq në jetën e tij 2 vjet më parë, pas një konference për menaxhimin e biznesit, duke i ofruar shërbime konsulence që dalë ngadalë u kthyen në diçka tjetër. Ajo filloi duke i organizuar agjendën, pastaj kaloi në dhënien e opinioneve për investimet, pastaj për shtëpinë, pastaj për stafin e punonjësve dhe papritur ishte kudo, duke kontrolluar gjithçka, sikur të ishte pronarja e vendit. Dhe Artani, i lodhur duke marrë vendime i vetëm, e la. I besoi. I dha hapësirë. Dhe tani zbulonte se ajo grua po manipulonte edhe jetën e së bijës. Ku është Elira tani? Pyeti Artani. Ornela tha se ajo kishte ikur më herët, duke u justifikuar me një angazhim personal. Artani mori celularin, i ra numrit të saj, por i doli direkt sekretaria telefonike. Provoi edhe 2 herë të tjera. Asgjë. Ai shikoi Ornelën dhe i tha, me një ftohtësi që e trembi edhe atë vetë. Nesër në mëngjes, në orën 7, ti, unë dhe Elira do të bëjmë një bisedë. Dhe nëse zbuloj se ka edhe gjëra të tjera që më janë fshehur, je e pushuar nga puna. Mund të ikësh. Ornela doli nga zyra duke u lëkundur, me këmbë të dobëta dhe zemrën që i rrite fort. E dinte se ishte në fije të perit. E dinte se Elira e kishte futur në atë situatë, por nuk kishte guxim ta përballonte. Sepse Elira kishte një mënyrë për të bërë të ndiheshe i vogël, për të bërë të dukej sikur po të mbronte kur në të vërtetë po të përdorte. Dhe Ornela, e cila kishte nevojë për punën dhe i friksoi tregut jashtë, e kishte pranuar lojën pa e kuptuar se po kthehej në një gurshahu të sakrifikueshëm. Ndërkohë, në dhomën e saj, Elena flinte e përqafuar me arushin e saj të vjetër prej pelushi, e vetmja lodër që e donte me të vërtetë, sepse kishte qenë dhuratë nga mamaja para se të ikte. Vajza kishte qarë para se të flinte, por ishin lot ndryshe nga netët e tjera. Kishte frikë se çfarë do të ndodhte tani që babai zbuloi gjithçka, por në të njëjtën kohë ndjente diçka të çuditshme dhe të mirë në gjoks. Për herë të parë, babai ishte gjunjëzuar në 2 sheme me të. Për herë të parë, ai kishte kërkuar asaj t'i mësonte diçka. Për herë të parë, ajo ndjeu se ndoshta, vetëm ndoshta, nuk ishte një barë në jetën e tij. Të nesërmen në mëngjes, Artani u zgjua para se të binte zilja. Nuk kishte fjetur mirë, por e kishte mendjen të mprehë.
Bëri dush, veshi kostumin, zbriti në kuzhinë ku stafi tashmë po përgatiste mëngjesin. Pa Luljetën në një cep duke larë enët e darkës së mbrëmshme dhe për herë të parë I kushtoi vëmendje të vërtetë. Ajo ishte e vogël, tepër e dobët, me flokë gri që kishin filluar të dukeshin, duar të kuqe nga puna e shumë. Por kishte diçka në sytë e saj që e intrigonte. Një dinitet që nuk përputhej me nënshtrimin që bota priste. Luljet, e thiri ai. Gruaja u kthye e trembur duke fshirë duart në përparse. Po, zotëri. Artani hezitoi, pastaj tha diçka që nuk e kishte thënë kur më parë. Faleminderit. Për atë që bëre për Elenën. Nuk ishe e detyruar. Nuk paguesh për këtë. Por ti e bëre. Dhe unë të kam borxh. Luljeta mbeti pa reaguar për një moment. Nuk priste falënderime. Priste në rastin më të mirë që ta linin të qetë të vazhdonte punën. Ajo bëri një buzëqeshje të ndrojtur dhe tha, me zë të ulët por të vendosur. Nuk e bëra duke pritur diçka, zotëri. E bëra sepse vajza po vuante. Dhe unë e di se çdo të thotë të vuash vetëm. Nuk ja uroj askujt, aq më pak një fëmije. Artani tundi kokën, pa ditur mirë se çfarë të përgjigjej. E pyeti nëse mund të qëndronte pak më vonë atë ditë, sepse do t'i duhej ndihma e saj për të biseduar me Elenën pasi të ktheheshin nga kopshti. Luljeta pranoi, sigurisht. Ajo gjithmonë pranonte. Sepse njerëzit si ajo nuk e kanë luksin të thonë jo. Në orën 7 fiks, Ornela zbriti në zyrë. Kishte rrath të zinj poshtë syve, ishte nervoze, hante thonjë. Elira mbërriti 20 minuta me vonesë, si gjithmonë, duke hyrë me atë ajër sikur po bënte një nder. Ajo ishte pa të meta, me taka të larta, rroba firmato, flokë të krejur, makijazh perfekt. Përshëndeti Artanin me një buzëqeshje që nuk I arriti në sy dhe e pyeti, me një shqetësim të rrem, nëse kishte ndodhur diçka serioze që ai kërkoi takim kaq herët. Artani nuk humbi kohë. Vuri 23 njoftimet mbi tavolinë, njëri pas tjetrit, duke formuar një linjë akuzuese. Shikoi Elirën dhe e pyeti, me një qetësi të akull. Ti e dije këtë? Elira ngriti supet, sikur të ishte një gjë pa rëndësi. E dija, sigurisht. Shkollat private adhurojnë të krijojnë probleme aty ku nuk ka. Është normale që një fëmijë 5 vjeçar të mos di ende të lexojë, Artan. Ata thjesht duan të shesin kurse shtesë për të fituar më shumë para. Unë po të mbroja nga një dhimbje koke e panevojshme. Po më mbroje, përsëriti Artani me një ton që e bëri Elirën të humbiste pak nga siguria e saj. Ti e quan mbrojtje fshehjen e faktit se bia ime po vuan? Elira kryqëzoi krahët e irrituar. Dëgjo, e kuptoj që je I shqetësuar tani, por kjo është egzagerim. Ornela po e menaxhonte situatën. Vajza ka nevojë vetëm për më shumë disiplinë, më shumë fokus. Fëmijët e llastuar bëhen problem dhe Elena ka gjithçka në dorë. Nuk ka arsye të vuaj. Ishte në atë moment që Artani kuptoi. Elira nuk e shite Elenën si person. E shite si një aksesor, si një detaj, si pjesë e një pasurie që ajo donte ta kontrollonte. Dhe më shumë se kaq, ajo po përpiqej të mbante distancë mes tij dhe së bijës. Sa më pak të përfshihej Artani me Elenën, aq më shumë hapësirë do të kishte Elira për të komanduar në shtëpi, për t'u infiltruar, për t'u bërë ndoshta diçka më shumë se asistente. Ajo po luante një lojë të rrezikshme dhe ai kishte qenë tepër budalla për ta kuptuar. Je e pushuar nga puna, tha Artani. Elira lëshoi një të qeshur të shkurtër, mos besuese. Nuk po flet seriozisht. Po, I përgjigj ai. Mblidh gjërat e tua dhe largohu nga shtëpia ime. Tani. Elira ndryshoi qëndrim. Buzëqeshja u zhduk. Syt ju bën të ftohtë. Ajo u përkul mbi tavolinë dhe tha, me një zë të ulët dhe kërcënues. Do të pendohesh për këtë, Artan. Unë di gjëra. Kam akses. Kam qenë brenda kësaj shtëpie, kësaj kompanie, jetës tënde për 2 vjet. Ti mendon se mund të më hedhësh kështu, si pleher? Mendoje edhe një herë. Artanit ju përzje stomaku, por nuk e tregoi. U ngrit, eci drejt derës, e hapi dhe tha. Dil, ose do të thëras rojet. Elira mori çantën me gjeste të vrullshme, por para se të dilte, ndaloi në derë dhe shikoi Ornelën, e cila ishte mbledhur kruspull në karrige, duke u përpjekur të bëhej e padukshme.
Dhe ti, idiote, do të biesh gjithashtu. Sepse unë do të asiguroj këtë. Ajo doli duke përplasur derën dhe heshtja që mbeti ishte e rëndë si plumë. Ornela filloi të qante me zë të ulët. Artani Pshertiu u kthye në karrige, kaloi dorën nëpër fytyrën e lodhur. Ai shikoi Dadon dhe i tha: "Ke ndonjë gjë tjetër që ma ke fshehur?" Ornela dëneste, fshiu hundët me kurrizin e dorës dhe rrëfeu. "Janë video." Artani rudhi vetullat. "Çfarë videosh?" Ornela mori frym thellë, duke u dridhur. "Elira më kërkoi të filmoja disa momente të Elenës. Tha se ishte që t'i shinit ju më vonë për të ndjekur zhvillimin e saj. Por unë mendoj se ajo donte diçka tjetër. Ajo gjithmonë pyeste nëse vajza kishte bërë naze, nëse kishte qarë, nëse nuk ishte bindur. Dhe kur unë i filmoja këto gjëra, ajo gëzoi. Thoshte se ishte mirë të kishe regjistrime." Artani ndjeu një të ftohtë t'i përshkonte shtyllën kurrizore. "Mi trego ato video." Ornela mori celularin me duar që i dridheshin dhe i dha. Ishin 12 video. Artani i pa të gjitha dhe me çdo video që kalonte, ndjenja e të përzierit rritej. Elena duke qarë sepse nuk arrinte të bënte detyrat. Elena duke u qortuar nga Dadoja sepse derdhi lëngun. Elena duke i kërkuar babait të qëndronte në shtëpi dhe duke dëgjuar jo. Elena vetëm në dhomë, e përqafuar me Arushin, duke përshpëritur se donte të ishte e mirë që babi të mos ikte edhe ai. Çdo video ishte një thik. Dhe më e keqja, Elira po e përdorte këtë si municion. Për çfarë, ai ende nuk e dinte. Por do ta zbulonte. Atë pasdite, Artani shkoi në kopshtin e Elenës për herë të parë që nga regjistrimi. Ishte një shkollë e madhe, plot me fëmijë me uniforma pa të meta, prindër me makina të shtrenjta, edukatore tepër të buzëqeshura. Ai kërkoi një takim urgjent me drejtorinë pedagogjike dhe gjysmë ore më vonë ishte ulur në një zyrë të ngushtë me 3 gra që përpiqeshin t'i shpjegonin situatën e Elenës me fjalë teknike dhe buzëqeshje profesionale. Vajza kishte vështirësi të ndiqte ritmin e grupit. Nuk bëhej fjalë për mungesë inteligjence, por për një bllokim emocional. Ajo kishte ankth, frikë nga gabimi dhe kjo e bllokonte në të mësuar. Përveç kësaj, kishte një çështje delikate që përfshinte një nxënëse tjetër. "Çfarë çështjeje?" pyeti Artani me nofullën të tendosur. Koordinatorja shkëmbeu shikime të sikletshme me koleget para se të përgjigjej. Vajza e njërit prej sponsorëve tan, një familje shumë e rëndësishme për shkollën, ka bërë disa komente të papërshtatshme ndaj Elenës. Asgjë serioze, kuptojeni, gjëra fëmijësh, por që ndikojnë në gjendjen e saj emocionale. Ne po e monitorojmë, sigurisht. Artani u përkul përpara, me sytë të ngulitur te koordinatorja. "Çfarë lloj komentesh?" Gruaja hezitoi. E ka quajtur Elenën budallaqe disa herë. Ka qeshur me fletoren e saj para grupit. Ka thënë se ajo është e çuditshme. Por siç ju thash, janë gjëra fëmijësh dhe ne po e punojmë këtë me dialog dhe ndërgjegjësim. Artanit i vlonte gjaku. "Dhe ju nuk e menduat të rëndësishme të më njoftonit? Nuk e menduat të rëndësishme të më thërrisnit këtu më parë? Dërguat 23 njoftime që unë kur nuk i pash, por nuk morët telefonin, nuk dërguat një email direkt, nuk këmbëngulët. Pse?" Koordinatorja mbeti pa përgjigje. Artani e kuptoi. Sepse familja tjetër ishte e rëndësishme. Sepse kishte para. Sepse nuk donin probleme. Kështu që e lan Elenën të vuante në heshtje, duke shpresuar se problemi do të zgjidhej vetë ose se ajo thjesht do të duronte. Artani u ngrit, shikoi 3 gratë me një përbuzje që ato nuk e kishin parë kur më parë. "Ju dështuat me bien time. Dhe do të përgjigjeni për këtë." Ai doli nga zyra duke përplasur derën, mori Elenën nga klasa më herët dhe gjatë rrugës për në shtëpi, i mbajti dorën e vogël me kujdes, sikur të ishte gjëja më e çmuar në botë. Sepse ishte. Kur arritën në shtëpi, Lulieta po priste. Artani i kërkoi të qëndronte me Elenën për disa orë ndërsa ai zgjidhte disa çështje urgjente. Por më parë, ai bëri diçka që i habiti të gjithë. Thiri Lulietën në zyrë, mbylli derën dhe i tha: "Dua të punësoj. Jo si pastruese. Si mësuese private për Elenën. Ti do t'i mësosh biesime ashtu siç ajo ka nevojë të mësohet. Me durim. Me dashuri. Me respekt.
Dhe unë do të paguaj aq sa është e drejtë. Lulieta mbeti gojë hapur. Zotëri, unë nuk kam diplom. Nuk jam mësuese e diplomuar. Unë di vetëm atë që kam mësuar në jetë. Artani tundi kokën. Ti ke diçka që asnjë diplom nuk ta jep. Ti ke njerëzillëk. Dhe kjo është ajo që i duhet bies sime. Lulietës ju mbushën syt me lot, por u përmbajt. Pranoj, sigurisht. Si mund të refuzoje shansin për të bërë me të vërtet një ndryshim në jetën e një fëmije? Por ndërsa Artani mendonte se po i rregullonte gjërat, Elira ishte larg andej, në një vend tjetër, duke thurur plane. Ajo nuk do ta pranonte të hidhej poshtë. Jo pasi kishte investuar 2 vjet duke mbjell fara, duke fituar besim, duke zbuluar sekrete. Ajo kishte një plan që në fillim. Dhe ai plan përfshinte diçka shumë më të madhe se të ishte asistente personale. Përfshinte një dokument, një trashëgimi dhe një sekret familjar që Artani as nuk e dyshonte se ekzistonte. Dhe tani që ai e përzuri, ajo do të sulmonte. Me gjithçka. Dhe Elena do të ishte viktima e parë. Në javët në vijim, vila në Lundër filloi të kishte jetë të vërtetë. Artani ndryshoi rutinën e punës, filloi të dilte nga zyra më herët, refuzoi udhëtime që më parë do t'i pranonte pa u menduar 2 herë. Për herë të parë pas vitesh, ai hante darkë me Elenën. Bisedonin. Ose më sakt, ai përpiqej të bisedonte, sepse në fillim vajza përgjigjej vetëm me një rrokje, duke parë pjatën, duke pritur që kjo të ishte e përkohshme, që së shpejti babai të bëhej sërish i largët. Por Artani këmbënguli. E pyeste për ditën e saj, për mësimet, për lojrat. Dhe dalë nga dalë, si një lule që hap petalet një nga një, Elena filloi të çlirohej. Lulieta tani kishte një orar zyrtar. Nga ora 3 pasdite deri në 6, ajo ishte mësuese. Nuk kishte diplom në mur, por kishte diçka pafundësisht më të vlefshme, dinte ta kthente të mësuarit në kënaqësi. Përdorte këngë, lojra, histori. E bënte Elenën të qeshte ndërsa mësonte. Dhe më e rëndësishmja, kur vajza gabonte, Lulieta nuk shërtinte me padurim, nuk rrudhte vetullat, nuk bënte atë heshtje qortuese që lëndon më shumë se çdo britm. Ajo buzëqeshte dhe thoshte, gati arrite, hajde ta provojmë prap, ti mundesh. Dhe Elena besonte. Për herë të parë në jetë, besonte se mundej. Artani i vëzhgonte nga larg, ndonjëherë. Qëndronte te dera e dhomës pa u parë, duke i shikuar të dyja të ulura në 2 sheme, të rrethuara nga lapsa me ngjyra, fletore, libra për fëmijë. Dhe diçka brenda tij, që ishte ngurtësuar prej kaq shumë kohësh, filloi të zbutet. Një pasdite, ai hyri në dhomë dhe u ul me to Lulieta u ndje në siklet, duke menduar se po i zinte hapësirën, por Artani këmbënguli. Dua të mësoj edhe unë, tha ai. Elena e shikoi me ata sy të mëdhenj, ende dyshuese, por pastaj buzëqeshi. Një buzëqeshje e vogël, e ndrojtur, por e vërtetë. Ishte aty, në atë 2 sheme, që babë e bi filluan të njiheshin me të vërtetë. Artani zbuloi se Elenës i pëlqente të vizatonte, se shpikte histori të çmendura për rreth, se kishte frikë nga stuhit, por e adhuronte shiun gjatë ditës. Zbuloi se ajo ruante gjethe të thata mes librave sepse i dukeshin të bukura, se fliste me arushin e pelushit sikur të ishte njeri, se ëndëronte të kishte një qen por kur nuk e kishte kërkuar sepse mendonte se do të hapte telashe. Çdo zbulim ishte një grusht në gjoks. Si nuk dinte asgjë nga këto. Si kishte lënë të kalonin kaq shumë gjëra. Ndërsa shtëpia filloi të merrte frymë ndryshe, Elira ishte larg andej, por jo e qetë. Ajo mori me qira një apartament të vogël te komuna e Parisit, shumë ndryshe nga standardi me të cilin ishte mësuar, dhe e shndërroi dhomën e ndenjes në një zyrë të improvizuar. Në mure, foto të vilës, dokumente, shënime, një hartë mendore që lidhte njerëz dhe informacione. Ajo nuk ishte thjesht një asistente interesatgjie. Ishte shumë më e rrezikshme se kaq. Elira ishte rritur në periferi të Tiranës, bia e një pastrueseje, duke parë të ëmën të poshtërohej në shtëpitë e të pasurve, duke parë dyrë të mbyllura në fytyrë, duke parë përbuzje të maskuar si edukat. Ajo u betua se një ditë do të ishte në anën tjetër. Studioi, u ri shpik, mësoi të fliste bukur, të vishej shtrenjtë, të qarkullonte në ambiente ku më parë as nuk ëndëronte të hynte. Dhe zbuloi se fuqia më e madhe nuk është të kesh para, por të dish sekretet e atyre që i kanë. Kur filloi të punonte për Artanin, ishte strategjike. Ajo kishte hulumtuar gjithçka për të më parë.
Zbuloi se ishte më keq, i braktisur nga gruaja. Zbuloi se kishte një vajzë të vogël. Zbuloi se ishte i dhënë pas punës, i vetmuar, kontrollues. Perfekte. Burrat e tillë janë të lehtë për tu manipuluar sepse ngatërrojnë efikasitetin me besnikërinë. Ajo hyri në jetën e tij ngadalë, duke ofruar zgjidhje, duke lehtësuar probleme, duke fituar besim. Dhe ndërsa i organizonte agjendën, ajo organizonte edhe planin e saj. Sepse Elira nuk ishte aty vetëm për pagën apo për mundësinë për t'u bërë gruaja e dytë e një milioneri. Ajo ishte pas diçkaje specifike. Një dokumenti. Një akt pronësie të vjetër që provonte se një pjesë e pasurisë së Artanit, përfshirë kompaninë, e kishte origjinën në toka që ishin blerë në mënyrë të dyshim dekada më parë nga jati. Toka që në të vërtetë i përkisnin një familje tjetër dhe ishin marrë përmes një kontrate mashtruese. Ky dokument ishte i fshehur diku në atë vilë. Dhe nëse Elira do të vinte duart mbi të, mund ta shantazhonte Artanin, mund të kërkonte një përqindje të madhe në një marrëveshje jashtëgjyqësore, mund t'ia shkatëronte reputacionin në treg. Ishte goditja perfekte. Dhe ajo ishte afër, aq afër, kur ai e pushoi nga puna. Tani asaj i duhej një rrugë tjetër. Dhe këtu hyri në lojë Ornela. Dadoja ishte e dëshpëruar, e pa punë pasi Artani më në fund e pushoi 3 ditë pas përzënies së Elirës, pa letër rekomandimi, pa asgjë. Elira e kërkoi, i ofroi para, i ofroi ndihmë për të gjetur një punë të re, por çmimi ishte i thjeshtë, informacion. Ajo donte të dinte gjithçka që po ndodhte brenda asaj shtëpie. Kush hynte, kush dilte, çfarë po bënte Artani, si ishte marrëdhënia e tij me Elenën dhe veçanërisht çdo gjë rreth Lulietës. Sepse Elira e kuptoi se pastruesja ishte pjesa që ndryshoi lojën. Dhe ajo e urrente të mos kishte kontroll. Ornela, e dobët dhe e frikësuar, pranoi. Filloi të jepte informacione. Tregoi se Artani ishte ndryshe, më i pranishëm, se Elena ishte e lumtur, se Lulieta tani ishte mësuesja e vajzës dhe fitonte 3 fishin e asaj që fitonte më parë. Dhe me çdo informacion që Elira merrte, aq më shumë zemërim ndjente. Ajo shtëpi duhej të ishte duke u shkatëruar. Artani duhej të ishte i dëshpëruar, i humbur, duke pasur nevojë për të. Por po ndodhte e kundërta. Ai ishte mirë. Dhe kjo ishte e papranueshme. Atëherë Elirës i lindi një ide. Nëse nuk mund të hynte në shtëpi për të kërkuar dokumentin, do ta bënte shtëpinë të vinte tek ajo. Do të krijonte një situatë që do ta detyronte Artanin ta kërkonte, të negocionte, të hapte shtigje. Dhe mënyra më efektive për të goditur një baba ishte përmes fëmijës. Ajo filloi të hulumtonte për Lulietën. Zbuloi se ku jetonte, në një barak druri në një lagje në kombinat. Zbuloi se kishte 3 vëllezër, të gjithë të rritur tani, por që ende vareshin financiarisht prej saj her pas here. Zbuloi se vëllai më i vogël, Genti, ishte përfshirë me njerëz të gabuar në të kaluarën, krime të vogla, asgjë serioze, por mjaftueshëm për të krijuar një narrativ. Elira ndërtoi një plan. Do të përhapte fjalë se Lulieta kishte një të kaluar të dyshimt, se vëllai i saj ishte i përfshirë në krime, se ajo po i afrohej Elenës për t'i bërë një mashtrim familjes, për të vjedhur, për ta rrëmbyer, çdo gjë që do ta bënte Artanin të dyshonte. Dhe për këtë, asaj i duheshin aleat. Filloi të telefononte disa nga nënat e kopshtit të Elenës, ato që adhurojnë thashë themet, ato që jetojnë të mërzitura dhe të uritura për skandale. Mbolli farën. A e dinit që Artan Gashi ka punësuar një pastruese pa referenca për t'i dhënë mësim privat së bijës? Kam dëgjuar se gruaja ka një vëlla që ka qenë në burg. Nuk e di, më duket e rrezikshme, apo jo? Një fëmijë kaq i vogël, kaq i pambrojtur. Asnjëherë nuk i dihet qëllimeve të njerëzve. Dhe fara mbinte shpejt. Në më pak se një javë, komentet filluan. Në grupet e WhatsApp-it të nënave, në rrethet e porta e kopshtit, në drekat e fundjavës. Artan Gashi ka humbur toruan. Ka vënë një të panjohur të kujdeset për të bijën. Po sikur gruaja të ketë qëllime të këqija. Po sikur të jetë një mashtrim. Të pasurit si ai janë gjithmonë në shënjestër. Njerëzit adhurojnë t'i shohin të fuqishmit të bien. Dhe adhurojnë akoma më shumë të krijojnë narrativa ku ata janë viktima të naivitetit të tyre. Lulieta filloi t'i ndjente ndryshime. Shikime të çuditshme kur merrte Elenën nga kopshti. Përshpërima që ndalonin kur ajo kalonte.
Një pasdite, një nga nënat ju afrua Artanit te porta e kopshtit me një shqetësim të rrem të stampuar në fytyrë. Artan, më fal që po ndërhyj, por të gjithë po flasin për vendimin tënd për të vënë një person pa formim për të edukuar Elenën. Ne e dim që po kalon një moment të vështirë dhe ne shqetësohemi. A je i sigurt se e njeh të kaluarën e kësaj gruaje? A je i sigurt se mund t'i besosh? Artanit i hipi zemërimi, por e kontrolloi. E falenderoi për shqetësimin me një ironi të fshehur dhe u largua. Por fara e dyshimit ishte mbjellë. Jo tek ai, jo ende, por rreth tij. Dhe presioni social është diçka që gërryen ngadalë. Në ditët në vijim, më shumë njerëz komentuan. Një ortak i tij e përmendi në drejë. Një klient e pyeti nëse ishte e vërtetë se kishte probleme personale. Edhe dadoja e re, e punësuar për t'u kujdesur në orët që Lulieta nuk ishte, bëri një koment. Zotëri, nuk e di nëse është vendi im, por Lulieta duket shumë e afërt me vajzën. Mendoj se Elena po krijon një varësi emocionale. Mund të jetë e rrezikshme kur ajo të largohet. Artani i tha gruas të heshte dhe të shihte punën e saj, por natën vetëm në dhomë mendoi. Po sikur të ishte naiv? Po sikur Lulieta të kishte qëllime të dyta? Po sikur po e vinte Elenën në rrezik? Ai tundi kokën, duke u përpjekur t'i largonte mendimet. Jo. Ai e pa se çfarë bëri Lulieta. Pa përkushtimin, dashurinë, transformimin e së bijës. Kjo nuk ishte shtirje. Nuk mund të shtireshe për dashurinë në atë mënyrë. Por dyshimi, sa po mbillet, është i vështirë për t'u shkullur. Ndërkohë, Lulieta e ndjente peshën të rritej. Ajo nuk ishte budallaqe. I vinte re ndryshime. E kuptonte se njerëzit e shikonin ndryshe. Dhe kishte frikë. Frikë se mos e humbiste atë punë që ja ndryshoi jetën. Frikë se mos e zhgënjente Elenën. Frikë se mos gjithçka kthehej si më parë. Një natë, pasi Elena fjeti, ajo qëndroi në kuzhinë duke pirë një çaj dhe Artani u shfaq. U ul në karrigen përballë saj, gjë që nuk e bënte kurrë. Qëndruan në heshtje për pak kohë, derisa ai e pyeti. Luliet, më trego për veten tënde. Për jetën tënde. Për familjen tënde. Lulieta e shikoi, e habitur. Nuk e priste atë. Mendoi të gënjente, të fshihte, por vendosi të mos e bënte. Nëse do të humbiste gjithçka gjithsesi, le të ishte për të vërtetën. Tregoi për fëmijërinë e vështirë, për prindërit që ju desh të largoheshin për në fshat kur ajo ishte 12 vjeç për t'u kujdesur për gjyshërit e sëmurë, se si mbeti në Tiranë me vëllezërit më të vegjël sepse nuk kishte si t'i merrte të gjithë, se si punoi në çdo gjë që i dilte përpara për të vënë bukë në tryezë. Tregoi për poshtërimet, për shtëpitë ku punoi dhe u trajtua si më pak se asgjë, për herët kur u akuzua për vjedhje vetëm sepse ishte e varfër dhe ishte aty. Tregoi për Gentin, vëllain e vogël që humbi rrugën për një kohë, që u shoqërua me njerëz të gabuar, që bëri gabime por kur asgjë serioze dhe që sot punonte në një servis makinash duke u përpjekur të rindërtonte jetën. Tregoi për zonjën Drita, mësuesen e lagjes, që jepte mësim falas për çdo që donte të mësonte, që hapte shtëpinë çdo të shtunë dhe e kthente dhomën e ndenjes në një klasë të improvizuar. Ishte me zonjën Drita që Lulieta mësoi se të mësosh nuk është të derdhësh një uri, por të ndezësh dritë. Dhe ishte kjo dritë që ajo u përpoq të ndiste te Elena. Artani e dëgjoi gjithçka në heshtje, pa e ndërprerë. Kur ajo mbaroi, me sytë e përlotur por me zë të vendosur, ai e pyeti. Dhe ti ke frikë nga unë? Lulieta hezitoi, pastaj tundi kokën në shenjë pohimi. Kam. Frikë se mos ju mendoni se unë nuk jam e mirë. Frikë se mos besoni gjërat që po flasin. Frikë se mos humbas besimin që ju keni vënë tek unë. Sepse ai besim ma ka ndryshuar jetën. Dhe ja ka ndryshuar jetën edhe Elenës. Artani u përkul përpara, e shikoi në sy dhe i tha. Unë nuk do të besoj, thashe themet, Luliet. Unë do të besoj atë që kam parë. Dhe ajo që kam parë ishte ti duke shpëtuar bijën time kur unë isha tepër i verbër për të parë se ajo kishte nevojë të shpëtohej. Kështu që mos ki frikë. Ti ke respektin tim. Dhe kjo nuk është pak. Lulieta lëshoi ajrin që po mbante, ndjeu gjoksin t'i lehtësohej. Por Artani nuk i tregoi për presionin që po vuante. Nuk i tregoi se po vijej në dyshim, po gjykohej se reputacioni i tij po gërvishtej për shkak të atij vendimi. Ai nuk donte që ajo të ndihej fajtore.
Por e vërteta ishte se Elira po arrinte atë që donte. Po e izolonte Artanin, po krijonte plasaritje, po përgatiste terrenin. Dhe atëherë ndodhi diçka që ndryshoi gjithçka. Elenën e ftuan në një festë ditëlindjeje të një shoqeje të grupit. Artani e çoi, qëndroi në festë sepse ajo ja kërkoi dhe aty e pa. Vajza që i bënte bullizëm Elenës, e bia e familjes së rëndësishme, ishte në festë. Dhe kur pa Elenën, shkoi direkt ta provokonte. Dadoja jote u pushua nga puna, apo jo? Dëgjova mamin tim duke folur. Dhe tani ke një pastruese që të jep mësim. Sa qesharake. Bast se do të vazhdosh të jesh budallaqe gjithsesi. Elena u skuq, sytë ju mbushën me lot, por për herë të parë nuk uli kokën. Ajo e shikoi vajzën dhe i tha, me zë të dridhur por të guximshëm. Unë nuk jam budallaqe. Dhe tejta Luli më mëson më mirë se çdo mësuese. Ajo më mëson me dashuri. Dhe ti nuk e di se çfarë është kjo. Vajza tjetër mbeti pa përgjigje, e zënë në siklet. Artani, që ishte pak metra larg, dëgjoi gjithçka. Ndjeu krenarin t'i shpërthente në gjoks. Elena ishte mbrojtur. Për herë të parë, kishte gjetur zërin e saj. Dhe ishte Lulieta ajo që ia dha këtë zë. Ishte Lulieta ajo që i mësoi se ishte e aftë, se kishte vlerë, se mund ta përballonte botën. Artani vendosi në atë moment se nuk do të lejonte askënd ta shkatëronte këtë. Nuk do të lejonte thashë themet, paragjykimet apo manipulimet të fitonin. Do ta mbronte Lulietën në të njëjtën mënyrë si ajo mbrojti Elenën. Por ajo që ai nuk e dinte ishte se Elira ishte gati të jepte goditjen finale. Ajo arriti të hynte në arkivat e vjetra të kompanisë përmes një punonjësi të korruptuar që ende kishte akses në sistem. Dhe e gjeti. Dokumentin. Provën që i duhej. Tani ishte vetëm çështje kohe derisa ta përdorte si armë. Dhe ndërsa kjo ndodhte, Elena flinte e përqafuar me Arushin, duke ëndërruar për një të ardhme ku babai qëndronte, ku tejta Luli nuk ikte kurrë, ku ajo kurrë më nuk do të kishte frikë të gabonte. Por ëndrat e fëmijëve janë të brishta. Dhe stuhia sapo kishte filluar. Po të ishit në vendin e Artanit, a do t'i besonit Lulietës edhe pse të gjithë flisnin kundër, apo do t'i dorëzoheshit presionit social? Na tregoni në komente. Bomba shpërtheu një mëngjes të enjte. Artani ishte në zyrën e kompanisë kur sekretarja hyri me nxitim me fytyrë të zbeth, duke thënë se kishte një grua në recepcion që kërkonte me ngulm të fliste me të, duke thënë se ishte urgjente, se kishte dokumente të rëndësishme. Artani zbriti dhe aty ishte Elira. Ajo kishte ndryshuar. Flokët i kishte të kapur kuturu, rrobat më pak të përsosura, por syt i shkëlqenin me një intensitet të rrezikshëm. Ajo vuri një zarf të madh kafe mbi banakun e recepcionit dhe tha, mjaftueshëm lart që të dëgjonin ata që ishin afër. Ose më pret tani dhe bisedojmë si njerëz, ose unë ja dorëzoj këtë shtypit sot. Artani nuk kishte zgjidhje. I tha të ngjitej lart. Mbylli derën e zyrës, e kyçi dhe i qëndroi me shpinë për një moment, duke u përpjekur të kontrollonte zemërimin. Çfarë do, Elira? Ajo buzëqeshi, por ishte një buzëqeshje e zbrazët, mekanike. Dua atë që është e imja. Dua atë që meritoj pasi i kushtova 2 vjet të jetës si me ty dhe dua që ti të pranosh se bëri një gabim që më pusove nga puna. Artani u kthye, e shikoi me një qetësi të akull. Ti nuk meriton asgjë. Ti manipulove, gënjeve, fsheje informacione për bien time. Ti je gabimi. Elira përplasi zarfin në tavolinë. Atëherë të shohim nëse do të vazhdosh të mendosh kështu kur bota të marrë vesh se perandoria e familjes Gashi është ndërtuar mbi mashtrim. Të shohim sa klientë do të vazhdojnë të besojnë. Të shohim sa vlen reputacioni yt kur të gjithë të marrin vesh të vërtetën. Artani mori zarfin, e hapi. Brenda, kopje të dokumenteve të vjetra, kontrata blerjeje tokash të datuara 40 vjet më parë, firma të falsifikuara, vula të dyshimta. Ishte e vërtetë. I ati kishte bërë punë të pista. Artani gjithmonë e kishte ditur se plaku ishte i pamëshirshëm, por kur nuk e kishte imagjinuar se kishte ndërtuar gjithçka mbi krim. Ndjeu tokën ti shembej. Nëse kjo dilte, nuk ishte vetëm reputacioni që do të merrte fund. Ishte e gjithë kompania. Padi, dëm shpërblime, humbje kontratash, falimentim. Elira kryqëzoi krahët, e kënaqur.
Tani që e kuptuam situatën, le të negociojmë. Unë dua 20% të kompanisë. Dua një pozicion si ortake. Dhe dua që të martohesh me mua. Artani lëshoi një të qeshur të shkurtër, mos besuese. Ti je çmendur. Elira u përkul mbi tavolinë me zë të ulët dhe të vendosur. Nuk jam çmendur. Jam përgatitur. Kalova 2 vjet duke të studiuar ty, kompaninë tënde, familjen tënde. Unë di gjithçka. Dhe nëse nuk i pranon kushtet e mia, nesër kjo është në të gjitha gazetat. Dhe ti e di se çfarë ndodh kur një skandal i kësaj madhësie shpërthen. Ti humbet gjithçka. Përfshir kujdestarinë e Elenës. Përmendja e Elenës e bëri Artanin të ngrinte. Ky ishte kërcënim. Elira po përdorte të bien si monedhë shkëmbimi. Ai shtrëngoi grushtet, por mori frym thellë. Nuk do të binte në grackën e të vepruarit me impuls. Më jep 24 orë, tha ai. Elira buzëqeshi, fitimtare. 24 orë. Asnjë minutë më shumë. Ajo doli duke përplasur derën, duke e lënë Artanin vetëm me peshën e botës mbi supe. Atë natë, Artani nuk u kthye në shtëpi. Qëndroi në zyrë, duke pirë whisky, duke parë dokumentet, duke u përpjekur të gjente një rrugdalje. Mendoi ta paguante, të pranonte shantazhin, të bënte çfarëdo që ishte e nevojshme për të mbrojtur Elenën. Por e dinte se njerëzit si Elira nuk ndalen kurrë. Sot donte 20% dhe martesë. Nesër do të donte më shumë. Dhe më shumë. Derisa të mos mbetej asgjë. Atëherë i ra telefoni. Ishte Lulieta. Zotëri, më falni që po ju telefonoj vonë, por Elena po ju kërkon. U bë merak sepse nuk u kthyet për darë. Artani ndjeu një shtrëngim në gjoks. Tha se do të vinte shpejt në shtëpi. E mbylli, shikoi gotën e uiskit dhe mori një vendim. Nuk do të fshihej. Nuk do të lejonte frikën ta kontrollonte. Do të përballej. Kur arriti në shtëpi, Elena ishte në divan, e përqafuar me arushin, duke pritur. Ajo vrapoi drejt tij kur e pa, dhe Artani e mori në krah, e përqafoi fort, ndjeu aromën e shampos së fëmijëve, ndjeu zemrën e vogël që i rritet shpejt. Në atë përqafim, ai kuptoi. Nuk kishte rëndësi se çfarë do të ndodhte me kompaninë, me paratë, me reputacionin. Ajo që kishte rëndësi ishte kjo këtu. Ky fëmijë që më në fund i besonte, që më në fund buzëqeshte me të vërtetë, që më në fund kishte një shans për të qenë e lumtur. Dhe ai nuk do të lejonte askëm ta shkatëronte këtë. E vuri Elenën në gjumë, i këndoi një këngë që as nuk e dinte se e mbante mend, qëndroi derisa e zuri gjumi. Pastaj zbriti në kuzhinë, ku Lulieta po lante enët e darkës, edhe pse nuk paguaj për orë shtesë. Ai u ul dhe shkoi drejt në temë. Luliet, kam nevojë për ndihmën tënde. Ajo fshiu duart, u kthye drejt tij, e shqetësuar. Çfarë ka ndodhur, zotëri? Artani i tregoi gjithçka. I tregoi për Elirën, për dokumentet, për shantazhin, për kërcënimet. Lulieta e dëgjoi në heshtje, duke e përpunuar. Kur ai mbaroi, ajo e pyeti. Dhe ju do të dorëzoheni? Artani tundi kokën. Nuk e di. Nëse nuk dorëzohem, humbas gjithçka. Nëse dorëzohem, bëhem peng i saj për gjithmonë. Nuk e di cilën rrugë të zgjedh. Lulieta tërhoqi një karrige, u ul përballë tij dhe tha diçka që ndryshoi gjithçka. Zotëri, a mund t'ju them diçka që kam mësuar në jetë? Njerëzit si kjo Elira kanë fuqi vetëm për sa kohë ne kemi frikë. Ditën që ne e humbasim frikën, ata humbasin gjithçka. Ju keni ndërtuar diçka të gabuar mbi para të pista. Por mund të ndërtoni diçka të drejtë mbi të vërtetën. Artani e shikoi, pa e kuptuar. Lulieta vazhdoi. Tregoni të vërtetën para se ta tregoj ajo. Pranoni gabimin e babait tuaj. Ktheni atë që është vjedhur. Rindërtojeni në mënyrën e duhur. Do të dhëmb, do të jetë e vështirë, por të paktën do të flini të qetë. Dhe Elena do të rritet duke parë baban e saj të bëjë gjën e duhur, jo atë të lehtën. Ishte kaq e thjeshtë. Kaq e qartë. Por Artani ishte aq i bllokuar në logjikën e pushtetit dhe kontrollit sa nuk e kishte parë. Ai nuk kishte nevojë të fshihej. Kishte nevojë të përballej. Të pranonte. Të riparonte. Të rindërtonte. Ndoshta do ta humbiste kompaninë.
Ndoshta do t'i humbiste paratë, por nuk do të humbiste shpirtin. Dhe nuk do t'a humbiste të bijën. Të nesërmen në mëngjes, Artani telefonoi avokatin dhe i tregoi gjithçka. Ndërtuan një strategji. Para se Elira të mund t'i nxirrte dokumentet, Artani bëri një konferencë për shtyp. Pranoi publikisht se ati kishte kryer mashtrime në blerjen e tokave dekada më parë. U kërkoi falje familjeve të dëmtuara. Njoftoi se po i kthente tokat ose po paguante dëmshpërblime të drejta. Tha se merrte përgjegjësi të plotë dhe se do ta rindërtonte kompaninë mbi baza etike, edhe nëse kjo do të thoshte të fillonte më i vogël. Lajmi shpërtheu. Gazeta, televizione, rrjete sociale. Por në vend që të shkatërrohej, Artani u befasua. Shumë njerëz e sulmuan, sigurisht. Por shumë njerëz gjithashtu respektuan guximin për të pranuar një gabim që nuk ishte i tij dhe për të tentuar ta rregullonte. Klientët që vlerësonin integritetin qëndruan. Të tjerë u larguan. Kompania u zvogëlua. Pasuria u paksua. Por Artani fjeti më mirë se ç'kishte fjetur prej vitesh. Elira u tërbua. Plani i saj varri nga sekreti, nga shantazhi, nga frika. Pa to, ajo nuk kishte asgjë. U përpoq të ngrinte padi, u përpoq të shpikte akuzat të tjera, por avokati i Artanit ishte i përgatitur. Dhe kur ajo u përpoq të pretendonte se kishte të drejtë për një pjesë të kompanisë sepse kishte qenë ortake de facto, Artani paraqiti kontrata të nënshkruara që provonin se ajo ishte vetëm një punonjëse e përkohshme, pa asnjë lidhje ortakërie. Elira humbi. Dhe më keq, u ekspozua publikisht si shantazhuese. Askush nuk donte më ta punësonte. Ajo kishte djegur urën e saj. Ndërkohë, në vijë, jeta vazhdonte ndryshe. Artani e reduktoi stafin e punonjësve, jo sepse donte të kursente, por sepse donte të jetonte në mënyrë më të thjeshtë. Gatuante me Elenën në fundjavë, i mësonte vajzës të bënte petulla, edhe pse dilnin të shtrembra. Lulieta vazhdoi si mësuese private, por tani ishte edhe mike e familjes, dikush që ulej në tryez për darkë, që jepte mendim, që dëgjoi. Elena ishte e panjohshme. Vajza e friksuar dhe e heshtur u kthye në një fëmijë energjik, kurioz, që bënte pyetje pa frikë se mos dukej budallaqe, që gabonte dhe provonte përsëri, që qeshte me zë të lartë, që përqafonte fort. Në kopsht, qëndrimi i saj ndryshoi aq shumë sa edukatorja kërkoi takim, por këtë herë për ta lavdëruar. Elena ka evoluar në një mënyrë mbresëlënëse, tha edukatorja. Nuk e di se çfarë keni bërë, por po funksionon. Artani e dinte se çfarë kishte bërë. Kishte ndaluar së tentuari të blinte dashuri dhe kishte filluar të ndërtonte marrëdhënie. Kishte ndaluar së fshehuri dobësit dhe kishte filluar të tregonte njerëzillë. Kishte ndaluar së komanduari dhe kishte filluar të dëgjonte. Dhe Elena, për herë të parë, kishte një baba të vërtetë. Një pasdite të shtunë, 6 muaj pas gjithçkaje, Artani ishte në kopsht me Elenën dhe Lulietën. Vajza luante me një qen rruge që kishin adoptuar nga një stre, duke qeshur kur kafsha i lëpinte fytyrën. Lulieta u iste bimët, duke kënduar me zë të ulët. Artani vëzhgonte, i ulur në bar, me diellin që i binte në fytyrë. Ishte një skenë e thjeshtë. Por ishte skena më e bukur që kishte jetuar ndonjëherë. Elena ndaloi së luajturi, erdhi me vrap, ju hodh në prerë. Babi, a do të ikësh? Artani rudhi vetullat. Pse të ikja? Ajo ngriti supet. Nuk e di. Thjesht doja ta dija. Artani e përqafoi fort. Nuk do të iki, bia ime. Kur më? Të premtoj. Elena buzëqeshi, atë buzëqeshje të madhe që ndriçonte gjithçka. Atëherë mirë. Sepse unë të dua, babi. Edhe kur je gabim. Edhe kur nuk di të bësh petulla si duhet. Artani lëshoi një të qeshur të lagur, me syt plot. Edhe unë të dua, Elena. Më shumë se gjithçka në këtë botë. Dhe ishte hera e parë që e thoshte këtë me të vërtetë. Duke e ndjerë me të vërtetë. Duke e besuar me të vërtetë. Atë natë, pasi Elena fjeti, Artani ishte në zyrë duke organizuar letra kur gjeti një zarf të vjetër në fund të një sirtari. Njohu shkrimin. Ishte ish gruas. Letra që ajo la dhe që ai kur nuk pati guxim ta lexonte deri në fund. Mori frym thellë dhe e hapi. E lexoi deri në fund.
Ajo i kërkonte falje që po ikte, por shpjegonte se nuk mund të jetonte në atë zbrazë e tij, në atë shtëpi pa shpirt, me një burr që nuk e shihte, me një vajzë që ai e trajtonte si detyrim. Thoshte se shpresonte që një ditë ai të zgjohej, të mësonte të donte, të zbulonte se familja nuk është pronë, por për kushtim. Artani e palosi letrën, e futi përsëri. Ajo kishte të drejtë në gjithçka. Por tani ishte vonë. Ajo e kishte ribër jetën në një vend tjetër, me një burr tjetër, një histori tjetër. Dhe gjithçka ishte në rregull. Sepse edhe ai e kishte ribër jetën e tij. Në mënyrën e duhur. Në mënyrën e vërtetë. Muajt kaluan. Kompania u stabilizua, më e vogël, por solide. Artani mësoi të delegonte, të besonte, të mos kontrollonte gjithçka. Elena kaloi klasën në shkollë me nota të shkëlqyera dhe një vlerësim të veçantë për përmirësimin akademik. Lulieta u regjistrua në një kurs pedagogjie e inkurajuar nga Artani, i cili ja pagoi fakultetin. Dhe shtëpia, dikur perfekte dhe e ftohtë, u bë një shtëpi e vërtetë, me rrëmuj, të qeshura, jetë. Një natë, Artani gjeti Elenën duke vizatuar në dhomë. Ajo kishte bërë një vizatim të tyre të treve, ajo, babai dhe teta Luli, të gjithë të kapur për dore, me një diell të madh sipër dhe një qen te këmbët. Poshtë, me shkronja të bukura, ishte shkruar me shkronja të mëdha dhe krenare nga vet Elena, një fjali që përmblidhte gjithçka. Familja ime. Artani mori vizatimin, e vuri në një kornizë dhe e vari në zyrë. Çdo ditë, kur ulej për të punuar, e shikonte atë. Dhe kujtohej. Kujtohej se gati humbi gjithçka për krenari. Kujtohej se shpëtimi erdhi nga aty ku më pak e priste. Kujtohej se dashuria nuk blihet, por ndërtohet. Dhe kujtohej se ndonjëherë duhet të humbasësh gjithçka për të fituar atë që ka vërtet rëndësi. Sepse në fund, ajo që e shpëtoi atë familje nuk ishin paratë, nuk ishte pushteti, nuk ishte statusi. Ishin tapat e shisheve dhe kartoni. Ishte durimi dhe dashuria. Ishte dikush që pa dhimbje aty ku të gjithë shinin privilegj. Ishte një pastruese që u bë mësuese, që u bë mike, që u bë familje. Ishte një vajzë që gjeti zërin e saj. Dhe ishte një baba që më në fund mësoi të dëgjonte. Elira u përpoq ta ribënte jetën në një qytet tjetër, por reputacioni i njollosur e ndoqi. Përfundoi duke punuar në punë mesatare, gjithmonë e hidhëruar, gjithmonë duke fajsuar të tjerët, pa e kuptuar kurrë se rënien e kishte ndërtuar vetë. Ornela gjeti punë në një shtëpi tjetër, por kur më nuk ishte e njëjta, gjithmonë duke parë mbi supe, gjithmonë me frikën se mos ekspozohej. Dhe ndërsa ato mbanin peshën e zgjedhjeve të gabuara, Artani, Elena dhe Lulieta ndërtonin diçka që askush nuk mund ta shkatërronte. Ndërtonin kujtime. Ndërtonin besim. Ndërtonin dashuri. Sepse në fund të fundit, jeta nuk matet me arritje apo pasuri. Matet me përqafime që zgjasin më shumë se 5 sekonda. Me darka ku të gjithë duan të jenë të pranishëm. Me të qeshura që vijnë nga brenda. Me gabime që falen. Me premtime që mbahen. Dhe me tapa shishesh që mësojnë më shumë se çdo diplom që mund të mësonte. Elena u arrit duke e ditur se ishte e dashur. Jo sepse ishte perfekte, por sepse ishte ajo. Dhe Artani u rrit gjithashtu, edhe pse i rritur, duke mësuar se kur nuk është vonë për të rifilluar. Për të qenë një baba i vërtetë. Për të qenë një njeri i vërtetë. Për të kuptuar se suksesi më i madh nuk është të kesh gjithçka, por të kesh atë që ka vërtet rëndësi. Dhe gjithçka filloi atë ditë, atë pasdite të martë, kur një milioner u kthye në shtëpi më herët dhe gjeti të bien në 2 sheme, të rrethuar nga tapa me ngjyra dhe karton të prerë, duke buzëqeshur me të vërtetë për herë të parë pas shumë kohësh. Ishte aty që ai kuptoi. Ishte aty që gjithçka ndryshoi. Ishte aty që jeta e vërtetë filloi. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Artanit, Elenës dhe Lulietës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse u emocionuat me transformimin e kësaj familjeje, klikoni butonin e pëlqimit, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. Ishte guximi i Artanit për të pranuar gabimet e së kaluarës, përkushtimi i Lulietës për të mësuar me dashuri, apo forca e Elenës për të gjetur zërin e saj. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se kur nuk është vonë për të rifilluar dhe se dashuria e vërtetë ndërtohet në detajet e thjeshta të jetës. Ju presim në episodin e ardhshëm.